Në prefekturën e Lezhës është zhvilluar një takim mes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe përfaqësues të bashkive, ku fokusi ishte rritja e gatishmërisë për përballimin e emergjencave. Takimi u thik nga prefekti Taulen Malshi, ndërsa pranishëm ishin drejtues vendor. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Mbrojtjes Civile, Haki Çaku, kërkoi nga pushteti vendor që të shfrytëzojë maksimalisht të gjitha kapacitetet në dispozicion, si dhe fondet akorduar nga qeveria për menaxhimin e emergjencave. Sipas tij, strukturat vendore duhet të jenë të pajisura jo vetëm me mjete, por dhe burime njerëzore të mjaftueshme për të përballuar situatat me zjarret, të cilat çdo vit përbëjnë nga rreziqet kryesor në vend. Në momentin e ndodhjes së zjarreve në mënyrë të veçantë është një domosdoshmëri e padiskueshme. Lezhë në ndër vitet e tashme ka pasur probleme të vëlla dhe ka pasur problematike shumë serioze, siç mund të përmendim shkëlqimin në 2024, ku zjarri masiv u shndrua në një rrezik potent, jo vetëm për zonat e banuara, por edhe për qytetarët, por edhe për mjedisin. Duhet një ndërhyrje apo një suport i jashtëzakonshëm, saqë na u desh të angazhonim pse jo edhe mekanizmin e mbrojtjes civile evropiane për ta lënë në kontroll këtë situatë, që padyshim krijoi atë impaktin negativ në momentin më kulminant të sezonit të verës, në sezonin të plazhit. Në këtë drejtim, unë jam i lutur që planet e masave apo angazhimi dhe serioziteti që gjitha bashkitë e qarkut të Lezhës, të Kurbinit dhe të Mirëtjetës e kanë shumë të qartë përgjegjësinë e vetë, dhe përcaktuar në ligj në bazë të parimit të subsidiaritetit, që kuptojmë qartësisht se përgjegjësia kryesore për mbrojtjen e shtëpisë së vetë shpirtësore të shtëpisë, që gjithë ne. Autoritetet vendore pritet të rrisin masën e vit të sezonit veror, ndërsa koordinimi mes institucioneve mbetet kyç për të parandaluar dhe përballuar në kohë çdo vatër zjarri në territor.